simptoma ma e shpërndomja momentalisht, ma e madhja të na është depresioni, stresi, ankthi. Unë muj me quj depresionin një farë lloj etikete që na ja japim vetës, edhe identifikohemi me atë etiketë se unë jam depresion. Okej, pajtona se ndryshon edhe biokimia trupit, që muj me pa edhe në rezultate, dhe më thonë, laboratorike, po nëse ti vetës ja jep një emër dhe identifikohesh me ata, ti e jeton ata. Për këtë arsye unë e quj edhe në hipnozë, kur unë kam punu edhe punoj me njerëz, i tham me hekat etiket, tani më dhon vetës një etiket tjetër, dhe me fillu me jetu me etiketën e re që ti ja jep vetës. Qartë, kjo është një punë që duhet më bë, duhet me identifiku gjanat e cilat ty të kanë shty deri në atë gjendje, edhe pse ki mbeti në ato frekuenca, në atë energji. Është një punë që është një punë e mrenshme që duhet më bë.